Mëngjesin e së mërkurës, zyrat e regulatorit për energji janë blokuar nga disa aktivistë të nismës asnjë cent më shumë, duke penguar hyrjen e zyrtarëve të këtij institucioni në shenjë pakënaqësie për propozimin për rritjen e çmimit të energjisë prej 15%. Por largimi i tyre nga aty u bë nga policia e Kosovës, ku 12 prej tyre u shoqëruan në polici për rreth 2 orë e më pas u liruan. Përkundër kësaj, aktivistët kanë paralajmëruar se të njëjtin veprim do ta bëjnë edhe në ditët në vijim, deri të marrin një zotim nga ZRI-ja që nuk do ta aprovojë propozimin për shtrejtim të rrymës. Në një konferencë për media në orët e pasdites para ndërtesës ku ndodhet ZRI-ja, ata kanë akuzuar policinë për mbrojtje të interesave të kompanive private. Na sot në ora 8 e kemi nis një blokad ku pas pak mas një ore, policia e Kosovës me anë të arrestimeve, me anë të grushteve, na largoi për aty, edhe e pengoi vazhdimin e blokadës. Na sot jemi mbledh me thonë gjithë qytetarëve që nesër me na u bashku në blokadë. Edhe Dibran Hoxha nga Kionism ka folur për qëllimin e këtyre aksioneve, duke thënë se kjo është një formë për të penguar marrjen e vendimin nga ZRI-ja për tarifat e reja të energjisë. Na kemi konsideruar që në këtë fazë blokada është mjeti më efektiv që anëtarët e ZRI-s mos me lënë me marrë vendimin. Që në momentin që këta hinë në zyrë, këta edhe e marrin vendimin, kështu që një mjet i presionit është blokada, por mos me lënë me marrë vendimin, mos me lënë me hyrë në zyrë. Ndaj aksionit të aktivistëve ka reaguar zyra e regulatorit të energjisë, e cila ka kërkuar nga qytetarët të mos pengojnë ushtrimin e detyrave të saj konform mandatit që ka. ZRI në vazhdimsi angazhohet për një proces të hapur, të drejtë dhe transparent në shqyrtimin e çdo dokumenti nga qytetarët dhe palët e interesuara, duke siguruar që çdo vendim të merret në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kundër propozimit për rritje të çmimit të energjisë, më 5 prill do të mbahet një protestë e thirrur nga nisma asnjë cent më shumë. Në këtë protestë do të marrin pjesë edhe grupi që të mërkurën i bllokoi zyrat e ZRI-s që mban emrin e njëjtë. Vendimi i ZRI-s pritet të merret më 11 prill pas shqyrtimit të dokumenteve të dorëzuara nga palët dhe qytetarët.